sa i përket temës, kemi vendosur të flasim për TV Kulin, ndoshta është çështje shumë e gjanë, është çështje shpirtërore, ka të bëjë me zemrën dhe jo rastësisht ndoshta e kam përzgjedh edhe këtë temë. Ka të bëjë ndoshta edhe me atë personalen, normal si musliman paraprakisht, është temë shumë e gjanë, po thjesht kemi vendosur me fol disa copza ose thjesht një lloj përkujtimi me bë tamam shumë bukur e bën edhe hyrjen ti. Është një temë që ka nevojë për përkujtim të vazhdueshëm për neve si musliman. Po jo rastësisht tash e kam përzgjedh këtë temë. Pse do të flasim në vazhdim. Shumë e rëndësishme. Se dhe mu kur më thënë një herë po flasim për TV Kulin, a di sikur mendova që është temë që është folë, është për folë. Po në anën tjetër mbështetja në Zotin realisht është kulmi. Abedin është ai thelbin është më i madh i fesë. Padyshim, është prej adhurimeve më të rënda, nëse më me thonë më të rënda, por edhe më të larta të njëjtën kohë. Dhe është prej adhurimeve e cila do të thotë është prej adhurimeve e cila të ndihmon për të arritur dashurinë e Allahut. Edhe për çfarë arsye duhet të vazhdimisht ta rikujtojmë veten edhe të tjerët që ta ngrisim ose thjesht ta vëdësojmë veten edhe të tjerët të jemi më të fortë në këtë aspekt të çështja e TV Kulit. E çka është TV Kuli? TV Kul, nëse muj me përmbledhë si definicion, është të mbështetesh në Allahun, ti dorëzohesh atij, të mbështetesh në Allahun paraprakisht duke i marrë sebepet për çdo gjë, edhe me alon Allahut në dorë pa as më të voglin dyshim. Kjo pjesa e fundit është kryesorja e TV Kulit, nëse muj me thonë. Më thonë ti mbështetesh Allahut duke i marrë sebepet edhe me alon Allahut në dorë me ju dorëzu total pa as më të voglin dyshim që do të ndodh ajo që ti ajo që ti e kërkon prej Allahut. Më thonë thjesht mbështetje kur ti nisesh për një punë, kur ti nisesh për një diçka me bë, padyshim që kime i marrë edhe sebepet. Nuk mundesh thjesht me thonë për shembull kry fakultetin pa lexu kurrë. Pa lexu kurrë ose pa him provim ose diçka. Pra, do thotë dush mi marr patjetër sebepet. Mirë po, pastaj me alon Allahut çështjen në dorë. Ajo çka është prej anës tonë, me i marr, pastaj me alon Allahut në dorë, po jo vetëm me alon, po mos me dyshu pastaj që ka më u bë ajo punë që ti e ke me arrit.